Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka ardhur për të mësuar njerëzit dhe të për t'u komunikuar fenë e tyre. E feja e Allahu subhanahu wa taala ka shumë gjëra për të mësuar në ta. Mirë pa i strumbullari, ajo baza, ajo çka i mbat të gjitha, cila është lutja. Andaj edhe me një fjalë të përgjithshme, ne shumë adhurime i kemi emërtuar me lutje. Dhe ata shumë njerëz të cilët nuk e dinë për shembull namazin, çish i thojnë një muslimani i cili për shembull është i përkushtuar në fe, thotë ki lutet, apo? Andaj ti e sheh për shembull edhe në për shumë vende kur janë domethënë ndërkombëtarisht dhoma për të bërë namaz apo ata të tjerë për të bërë adhurimet e veta, si e quajnë dhoma e lutjeve. Nga sa ata nuk e dinë me zbardhë se kjo namaz, mirë po e dinë një fjalë të përgjithshme e cila është ajo lutje. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam të ndërum xhamat shquhej në mesin e sahabeve me lutje. E lut të Allahun shumë, përgjëroj për para Zotit shumë, çante për Zotin e Madh subhanahu wa taala shumë. Shikoj Ibn Abbas radhiyallahu anhu çka thot. Një natë prej natëve shkova me bujë te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam Ibn Abbas ka pas djalë vllai, djalë mizë. E ka qenë i vogël. Thot bujta te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe e përcjellan nga se ka qenë pejgamber, tash çfarë po bën? Dhe çka ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam? Thot pushoj pak, fleti pak. Dhe ka qenë prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam që pas jacis të bëhet gjumë. Dhe ju dini se mo tash natyra e njerëzve dhe jeta e njerëzve ka ndryshuar. Ka ndryshuar. Edebët e njerëzve nuk janë më ato edebe. Karakteret e njerëzve nuk janë më ato karaktere. Ju ka humb njerëzve ajo natyra e pastër me të cilën kanë jetuar dikur. Tash mo gjithçka është ndryshe. Jeta bëhet natën, ditën flen, dhe kjo Zoti na ruaj. Kjo Zoti nuk është jetë njerëzore. Përveç me arsye rrihet pasjacie. Përveç me arsye të fortë. Thot fleti pasjacie. Pastaj u zgju natën, mur abdes dhe i fali 13 rekate. I fali 13 rekate. Thot unë u lidha mu fal mastina. U lidha nga ana e majt, pejgamberi sa nxjerrin nga ana e djathtë. E kapi dhe nxjerrin nga ana e djathtë. Shiko pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë te njerëzit e do më të mirën. Apo namazi është i pranuar edhe ka e majta, ama më mirë ka e djathta. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam i kishte merak djathtat, me djathtat. Punë të mira mi bë me djathtat. Pastaj thot Ibn Abbasi e bëri një lutje të mirë, e që ne ka transmetuar neve. E që neve na duhet kjo lutje të ndërum xhamat. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili Zoti i Madh xhel xhelalu e ka bëë, njëri më të mirë në dunja, me melek, me Xhibrailin e ruan ata, melek të ruajnë ata. Nuk ka në syrin e ti, në veshin e ti, në gjuhën e ti, në gjakun e ti, diçka të ndit. Zoti ja ka qatë gjoksin, elem në shërah leke sadarak. Ata kemi qana gjoksin, operim ta kena bo, e kena hek të kesh në pja ty dhe e kam shel. Na nuk mëjma paramendu një gjoks i cili nuk menon keq. Kështu ka pas gjoksin për nga mbela alayhi salatu wassalam. Këshyre vetën tale, s'ka mundësi mos më të mlef edhe shtypje e madhe. Pse? Se në ka të keqen ta, që ta ja ka hek komplet pejgamberit alayhi salatu wassalam. S'ka në keqe zemrën e tina. Megjithatë shiko çfarë doaje ka bë. Po paramenoj gjoksat ton. Vetë Zoti i Madh e di sa ndytësia ta mbledh, sa errësira ta mbledh. Me çel gjoksat e njerëzve, sa mllefin ta. Keni pa njerëz kur operojnë, thotë gjithat sanja kena hek aty brenda. Gjithat kelbe, çka s'kan hek. Po me boni operim shpirtëror. Çka na del neve pi zemrave? Allahu e din mas miri sa njerëzit jo urrejna në listë. Apo sa të keqën njerëzve ja dojna, sa ua dëshirojna, vesën i dallim, që thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, takat s'kena. Takat me pas takat, a ki bën kur folin, a ki bën një poshtër kur folin. Me pas takat unë e di çka baj, po ne e dim se ç'po faraon, çka po bë. Ishte po faraon, po s'ki takat, nuk ki takat. Faraoni apo faraon se ka pas takat. Kreta të rrethian kon faraona. Andaj Allah kur i ka përmbys der ushtarin e fundit e ka gjujt ndeti. Pse ka gjujt der ushtarin e fundit? Se ketë këto kanë lakmu mu kanë si faraoni, po s'kan mujt. Apo shpesh njerëzit po thonë, "O, pse bez ndrohet kjo situatë na? A vën be dikush neve me na drejtu pak më tepër?" Jo, s'vën. A di pse? Se na kur i shohim zullumqart, nuk i na ti shoh për shkak zullumit tëne, po ti shakon vend tatit ve dhe one. Ti shakon vend tatit ve dhe one.
Ti nuk e ki të zullumit, ti e ki pse si e ti. Andaj ti e shesë se njerëzit sa herë që ndrohet një status me një status tjetër, e merr tjetri njëjtë ban, se ki e ka lakmu ata, e ka lakmu pozitën një zullumin. Ki kur e ka shah që i shtot shumë për ulemave, njerëzit kur e shajnë dunjajën, e shajnë se ne kanë mëni, jo që e keqe. Thot, ti shakon, apo ti të shah se s'ki parën ta, me pas pare se shah. Pra këtë arsye, dietarët e parë të muslimanëve thonin, nuk i pranohet ofendimi i njënit ndaj dunjas, veç kur e shan, kur i ka parët. Njëni ka bo milionat, ata në të shaja. Ti fukara me zisen që në ditën pa e shan. Që i të shati o vla, ti të shati si në të mërije. Andaj shiko për nga mërë a.s. Kishte gjoksin e pastër. Kishte gjoksin e pastër. Nuk ja mendon dhe kërkujnë atë keqën. Allahu subhanahu wa ta'ala me Kur'an ka intervenue. La'allaka bakhi'un nafsak. Çikush e ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, o Muhammed a.s. Ki me mit vetën pi dëshirës të mirë që ka e ki për njerëzit. Shiko, qas që ja u ka dash të mirë njerëzve, qas që ka dash ata ka me kanë besimtar devotshëm, e me dash Zotin, sa që ka Allahu i ka thënë, nalu pak, nalu se vetën ki me mit, zbon qështu që të thonë ti. Të këqit kanë me met këqi, zullumqar kanë me met zullumqar, kriminal kanë me met kriminal. Ti mëse ha vetën, se ki me hangë vetën dherin qatë deregje, ki me mit vetën. Ki me mit vetën. Allah e ka qëtësu. Ebu Gjehli jetë Ebu Gjehl, Ebu Lehebi jetë Ebu Leheb, faraonat jesin faraona. Ka dikush beson. Amo ti mëse ha vetën, se mundesh me hangë vetën dërsa me mit. I keq i metët i keq. Ti ki veç me obligim me i kalzue. Që ki njeri me këtë mirësi ka bo dua. Qëfar të ka bo? Allahume gja'al fi qalbi nura. O Allah, mush ma zemra me dritë. Ki zemrën e komplot drit, lipi Allahit drit. E na, kur është hera e funit që i ka thënë Allahit, o Zot jepëm drit. Ama na thënë, pse me lip dritën, pse as shona. Pse une, ka e pas kanë zerë të këtë dua une, as shoha, mend krije, kini pa komunistat që shpolin. Une mend krije i kam la, budal kema. Po valla budal jena. Pas i ti babe njësi që në të vra për këtë të këtë. Pin raki këtë të këtë. Pa nuk i një të babe, a nuk i një të pat një të zhveshës këna, i në ti po këtë bashka. A nuk i në të po këtë zullum që ka të ndodha. Po kja të ndodhë me men kria pa men. Ka hup nuri, ka hup drita e Zotit në tokë. Se gjunaje, natë të ditë gjunaje. Kur më shelë është vetë, qka ban? Kur më shelë është vetë, qka ban? Ta kujtës Allah se dheja, ta kujtës Allah se sheha, ta kujtës Allah se stabe pasojena. Said ibn Jubejri thot, 30 vetë mas më ka arë pasoja gjunajt. Ndjek hija e gjunajt, ndjek hija e zullumit. Tja kujtën se i bandë të zullum dikujnë edhe më sheja është e kur qasë ba. Ka me të ndjek, ajo në shpe ka me të ndjek, në vlat ka me të ndjek, s'ka me të lanë rahat, angët ka me të bo. Pse? Hajjaji kër e ka vra Said ibn Jubejrin, Hajjaji kër e ka vra Said ibn Jubejrin, e ka bo Saidin i dua. Ka thonë, i ka thonë Hajjaji, a ki dhe një dëshire, kini po ka kriminal, thonë, a ki dhe t'i shka me vol. Ka thonë, a ban veç një dua ata vaj. Dua, ma mle, po amare ban dua sa dush. Ka me të pre, ka thonë, vle ma veç një dua ata vaj. Ka që duan të Allah subhanahu wa ta'ala. Ka thonë, o Zoti madh, bëje vrasjen ti me vrasjen e fundit këtina. Edhe le tjetë fundi këtina të shpata që e vënon gjafën time. Edhe e vrajti. Hajjaji ka vdek duke thonë, më vrajti Said ibn Jubejri. Ju ka po angth, ju ka po të merë në gjumë. Pse? Se ka po zullum. Zullumit ndjek, zullumit s'lera hat, zullumit ka me gulfat që t'in menjë nuk ka merë. Këtë asy shiko për nga me sa, o Allah, jepëm nur, jepëm dritë, mos shkelmi, mos bëjmë zullume. Jepi veshit tem në dritë, jepi dorës tim e dritë, jepi gjakut tim dritë, jepi nervave të mija dritë. A kini po njërës tonë, s'po kam nerva o gjaune mo, s'më po paj sabër mo. Qishko po po, a usos kete, ka dalë me pan sabër? Ja, ma une, e ki po, dikur bajsha sabër. E shta që po, më shoj më murit me grije, më shoj dhe e grijen. Po nuk shkon më rështu ka dhe. Sabër kena me ba dhe dikur. E kanë pyti më Mahmedit, o hoq, deri kur kena me bo sabër? Ka thonë veç të ashtim ka më në gjenet më sa një sosët. Që kur kena me bo sabër? Veç të ashtim ka më në gjenet. Si të ashtim ka më në gjenet? Allah i lavat nasib, ja Rabbel Alemin. Që atëherë mu asë nervat nuk duhen, asë sabër nuk duhet, atëherë mu bëhat rahat. Ama, në dunja, do të bëjmë sabër. Do të bëjmë sabër. Ata që ka dale i sërat dhe sëram. O Zot, jep në zemrën ti me nur, në veshën e mi nur, në sytë e mi nur, në djathën ti me nur, në të majtën ti me nur, prapa me e nur, para me e nur, në në kam të mija nur. Jepëm nur muë,
Dhe pas e ka thënë, o Allah, shto ma dritën, shto ma dritën, shto ma dritën. Kjo ka qenë prej duave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Na duhet dritën të ndërum xhamat me pa udhën. Me pa udhën, se dina udhën, udha ahiretit. Një udhë me morë deri dikun ku se di, e hum rrugën. 3-4 male me dal, e hum rrugën. Po rruga ahiretit, rruga ahiretit ka shumë udhkriqe, shumë kthesa, shumë lakesa. Ka kemi lakue, ta jep Zoti nurin edhe ti e ecat rrugë. Andaj, mos i harroni me bo dua që i ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Lutuni me lutje që i ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ja shohmi khairin në dunia para ahiretit.